Kancelari Gjerman Friedrich Merz ka shprehur mbështetje të fortë për antarësimin e Malit të Zi në Bashkimin Evropian deri në fund të kësaj dekade. Gjatë një vizite në Dublin, ai deklaroi se Podgorica ka përmbushur pothuajse të gjitha kriteret e nevojshme për të bërë pjesë e bllokut evropian. Sipas Merz, procesi i zgjerimit të BE-s duhet të mbetet i besueshëm dhe vendet që plotësojnë kushtet nuk duhet të presin për shkak të zhvillimeve në shtete të tjera kandidate. Ai theksoi se Mali i Zi ka bërë përparim të dukshëm në reformat e kërkuara dhe mbetet vendi më i avancuar i Ballkanit Perëndimor në negociatat me BE-n. Kancelari gjerman kujtoi se Bashkimi Evropian nuk ka pranuar asnjë antar të ri që nga viti 2013, kur Kroacia ju bashkua bllokut. Sipas tij, BE-ja duhet të mbajë premtime ndaj vendeve që përmbushin kriteret e Kopenhagës dhe të shpërblej përparimin me hapa konkret drejt antarësimit. Merz u shpreh se Mali i Zi është gati për këtë hap dhe nuk duhet të përballet me vonesa të pajustifikuara. Deklarata e tij shihet si një mesazh i qartë mbështetjeje për integrimin evropian të Podgoricës. Mali i Zi hapi negociatat me Bashkimin Evropian në vitin 2012 dhe prej vitesh konsiderohet kandidati më i avancuar në rajon. Autoritetet malazeze synojnë të mbyllin negociatat në vitet e ardhshme dhe të bëhen pjesë e Bashkimit Evropian përpara përfundimit të dekadës.